të kujtojmë shpirtin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallamit, familjen e pastër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallamit, ashabët, shokët më të dashur dhe më të afërt të pejgamberit sallallahu alaihi wasallamit. Dhe se obligimi jonë fetar është me lutje tona të sinqerta, ta kujtojmë ton ummetin ton qofshin të gjallë apo të vdekët. Mbasi plotësojmë ti emanetet e shenjta që gjiten tek Allahu xhaleshanu ve xhaleshalu, më lejoni fillimisht të falenderoj xhamat në këtë pjesëmarrje, në këtë shtëpi të Allahu xhaleshanu që gjitemi, jemi misafir të Allahu xhaleshanu ve xhaleshalu dhe inshallah më në fund i lutemi Allahu xhaleshanu ve xhaleshalu të dalëm pi kësaj xhamie, pi shtëpisë së Allahu xhaleshanu ve xhaleshalu të falem nga të gjitha gabimet. Amin. Dhe lejoni njëri tim në emër të Mutaveris xhamisë, të kryesis xhamisë, tu falenderoj juve si xhamat, misafirët e cilët janë pjesëmarrës, posaçërisht ta falenderoj hoxhën doktor Mejid Osmanin, i cili është në mesin tonë. Në të njëjtën poshtë e nalt, të gjithë xhamat e njohëm se Mejidi është i komunës së Tetopës, është i diplomuar në shkollën e mesme në Shkup, pastaj ka fakultetin e Kasas Turqi, ka magistratë dhe doktor shkencë në Turqi. Sot, elhamdulillah, aktualisht është në xhamin Samsa, elhamdulillah, Allahu xhaleshanu ve xhaleshalu, që neve nga dalë shkojnë xhamat, edhe pejgamberi sa mi ka shku nga jeta e kësaj dunjos, po kanë vetë ashabët, Hulefaj Rashidinët, edhe jeta e emanet e Allahu që ka vazhdu, edhe kia emanet e Allahu që do të vazhdon, tash aktualisht me gjithi punon si mund në xhamien Samsa. Edhe njerë të falenderoj me gjithi pa mos që po as pa xhamat, do t'ja apë fjallën se do me doni të rrugë në laftë e Samsa me gjithi të falenderoj. Eyvallah. A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Falënderimet dhe lavdërimit i takojnë vetëm Allahut xhalleshanu wa xhalla xhelalu. Allahut i cili na dalloi nga të gjitha krijesat. Na bëri pjesëtar të fesë së vetme, të ummetit më të lavdruar, të pejgamberit më të dashur e të çmuar, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Salat dhe selamet nga ky vendi i beguar ja dërgojmë Muhammed alayhis salam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndoqën, e ndjekin dhe do ta ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Shumë i nderuar Hoxh Efendi, veteran i hoxhallarëve në Zvicër. Dhe ndjek kënaqësi që jam nxënësi juaj, talebja juaj. I nderuar kryetar i xhamisë, i nderuar Muhammed Abduli, e nderuara kryesi dhe xhamat të kësaj xhamie në Buksit. Pranoni përshëndetje më të bekuara dhe më të përzemërta nga ne si imam i xhamisë Samsaut, nga kryetari ynë Haxhi Nehati që është mesin ton, nga kryesia dhe nga xhamati që kanë ardhur dhe nga xhamati që përfaqësojmë nga ajo xhami me përshëndetje më të bekuara. Selamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Temën me të cilën do të mundohemi sonde ta përshkruajmë apo të themi diçka, nuk është ndonjë temë e cila është e panjohur për ju. Ju e dini më mirë se sa ne. Por vetëm do t'i përsërisim disa gjëra me të cilën do të mundoheni të ndëgjoni një frym tjetër, një hoç tjetër e kështu me radhë. Por ajo që është më e rëndësishme është këtu. Kjo është jashtë temës. Gjithmonë kur njeriu niset për në xhami me ndëgju diçka, ndonjë ders, ndonjë këshill, me qëndru një shtëpi të Allahut, le ta mbaje shpresën vetëm dhe një hadith ku e mbaj vetë shpresën të ajo hadithi. Allahu xhalleshanu wa xhalla xhelalu dërgon melek në përgjith krijesat ku ka në dynja. Dhe u thot melekve, shifni ku përmendet emri im. Melekët kërkojnë, edhe pse Zoti e di, po na mësoi neve. Melekët kërkojnë, thot, ja Rabbi, filan vendi përmendet emri yt. Allahu i pyet melekët, çka bëjnë ata njerëz, ato krijesat e mi, ato robërit e mi, çka bëjnë? Të përmendin ty, ja Rabbi. Pa më kam pa mua? Jo, ja Rabbi, s'kam pa ty. Po të kishim pa mua, ende më shumë do të bëjshin adhurim. Prej çfarë frigohen? Frigohen prej xhehenemit. Thot, pa e kam pa xhehenemin? Jo se kam pa, ja Rabbi. Po nëse ta kishim pa, ende më shumë do të bëjshim lutje, pse do ta shohim xhehenemin. Çfarë kërkojnë ata? Ata kërkojnë xhenetin. A e kam pa xhenetin?
nuk e kam pa, ja Rabbi. Po sikur ta kishim pa xhennetin, ende më shumë do të bëjnë lutje, adhurim, vetëm me hi në xhennet. Allahu xhelle shanu më pas. Pra kjo është si dialog, në fund thot, melekët e mi, pra krijesat e mia, shpirtrat e tyre përgëzoni se janë të falur gjithë ato që kanë qenë aty. Një melek qohet dhe thot, ja Rabbi, filani s'ka ardhur me një jetë për të përmend ty, po të gjindet aty. Reshti fundit i hadithit. Gjindet aty, ka bo vakit jesë aty. Allahu Gjellëshanu i përgjith atij. Edhe atë falnja, vetëm në qëllim që a ka qenë mesin atyre njerëzve, nuk ka dalë pa me sfitu asgjë nga këshillat e kështu me radhë. Dhe përfundon hadithi. Allahu na boft nasib prej tyre. Sot do të mundohemi të flasim mbi obligimet e muslimanëve në shoqëritë jo islame. Pra, ne si musliman çfarë obligime kemi në këtë shoqëri jo islame dhe pjesa tjetër dhe ruajtja e identitetit fetar në mërgim. Pra, si mund të bëjmë një musliman i mirë? Shkurt e qartë, ne jetojmë me një shtet që është jo musliman, pra jo islam, dhe unë si musliman si mund të mbroj këto vlerat e mia fetare, kombëtare, që mos të asimilohem e kështu me radhë. E para, që është me nësi të potencohet, sa pyetje udhëzuese. Çka do thot me pyetje udhëzuese? Kur fillohet një ligjërat, duhet me parashtru pyetje, ne çfarë bëjmë, apo ku është qëllimi kryesor? Cilat janë obligime bazë të një muslimani në një shtet jo islam? Këto do të mundohemi ti shpjegojmë. Edhe tjetra është si mund ta ruajmë identitetin ton islam pa u izoluar nga shoqëria. Jo me të spindor vetëm mbanesh me qëndru, po duke jetu si musliman i mirë. Si mund ta bëj këtë? Dhe e treta është si të gjej një ekuilibër mes jetës son fetare dhe përgjegjësive dhe të qyteteve këtu në Zvicër. Pra edhe musliman i mirë tim, edhe i integruar në këtë shoqëri. Si mund ta bëj këtë? Pika e parë. Obligimet bazë të muslimanit në një shtet jo islam. Njëherët respektimi i ligjeve dhe emanetit. Vëllezër të dashur, ne jetojmë në një shtet që vërtet në esencën e saj e ka respektin ndaj njëri tjetrit. Nuk mund të mohohet një gjë e tillë. Këtë e keni dëshmuar ju me vite dhe me dekada. Pra mesin ton ka njerëz që kanë jetu mbi 50 vite, po thoj se kanë kalu mbi 5 dekada, gjys shekulli. Prandaj, ruajtja e emanetit, ruajtja e kontratave, ruajtja e fjalës së dhënë, këto janë gjëra të çmuar. Pra si hyrje dal nga dal jam duke e bë. Do të thotë, respektimi i ligjeve dhe emanetit. Pra Islami na mëson që ne duhet të respektojmë ligjet, të respektojmë sepse e kemi edhe emanet. Pra në këtë respektimin e këtij shtetit në dy pika duhet të përqendrohemi. Pika e parë, pse na kanë lejuar me art, jetojmë, sepse ka njerëz që jetojnë në shtete tjera dhe nuk janë të rahatshëm, ne kemi rahatin, edhe e dyta këto vetë duan vendin e tyre edhe ne kemi obligim për me dashtë, për me respektu shtetin e tyre. Kjo të jetë si hyrje. Vazhdojmë pjesën tjetër. Allahu Gjelle Shanu e Gjelle Gjelalu në një ajet kuranor sure Maide, këtu fillon gjysa ajetit është ja ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud, që në përthim do thotë o ju që keni besuar, zbatoni premtimet që ju a jepni dikujt. Nëse ja ke dhënë dikujt do një premtim, ato duhet me e zbatu. Më dhash Zoti se mos zbatimi premtimeve të largon edhe nga elementi kryesor. Mos ta përmendet fjalë si munafik, po nga cilësitë e munafikut që janë 4 i ka potencuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është që mos zbatimi i premtimeve, mos zbatimi i dhënies së fjalë, tradhtia në emanet dhe nxitja e njerëzve në ndonjë konflikt. Këto janë elementet kryesore. Por ai që është më interesant është kështu. Një ditë për ditëve, Hazreti Omeri hin xhami me shokët e vet. Hin xhami dhe shokët i thanë, o Emiril Mu'minin, o udhëheqësi jon, a e sheh çat filanin që është xhamis? Thot po, shumë musliman i mirë është. Si ai nuk ka? Thot. Si ai nuk ka? Po ka e dini ju ato? E sheh si lexon Kur'an, qetë e ka shtremut, qafën lexon bukur. Hazreti Omeri përgjigjet. Islami nuk është e qafa, shtremët i mirë, drejt i keq, nuk është ashtu. Thot ju u potencon 3 pika. Mos ja shifni namazin dhe agjërimin, kështu fillon. Por 1,
a e kini atë, a kini bë tregti me atë? Jo. A kini bë udhtim me atë? Jo. A e kini fqi ku i shi mëngjes e mbrëmje? Atë? Jo. Se njihni atë. Do të thotë 3 pika kryesore. A kini bë udhtim? A kini bë, a e ki e fqi? Dhe a ke pa dhe një lloj biznisi? Dhe a e dallon atë halalin dhe haramin? Apo si të bëj pare? Kjo është më rëndësi. Do të thotë, qëllimin kryesor e potencon se namazi, agjërimi janë shtyllat e fesë, sidomos me namazet tjera, por për me na ndërtu karakterin ton, ato vetëm na ndërtojnë dal nga dal, por gjëra tjera e kulmojnë. Vëllezër të dashur, me i mbajt mend 3 gjëra elementare në Islam, 3 gjëra. Gjithë mësimet islame, ku dush shile një libër, shim bibliotekën islame, merre një libër, pa tjetër për këtyre 3 elementeve të kaloj. 1, o ka të bëj me besueshmërinë te Allahu xhalleshanu, amen tu bila që i themi, wa malaikati wa kutubi, diçka me iman, akide. E dyta, o ka të bëj me fikul ibadat, pa aty është edhe muamelat, edhe kontrat, me gjërat e fikut, rregullat me namaz, me kit, o ka të bëj me terbije, me ahlakun. Jashtë filozofisë e historive, gjëra të tjera. Do thotë këto 3 baza njeriu e ndërtojnë. Ta përsëris edhe një herë. 1, a e besojmë Allahun? Po, në rregull. 2, a mundohemi me u fal pak a shumë? Çfarë sa kena mundsi? Po. 3, a kena terbije? Sjellje, a kena? A reflekton ai namazi për jashtë? A del namazi për jashtë dikundi? Apo përlahemi me kujshim, me bashortë, me nanë, me babë, me sen? Ku shkon ai namazi? Ku shkon ai agjërimi, ai haxhi, ai umre? Ku shkojnë ato? Ku reflektojnë ato? Valla hoxha e suasa ti gje Zoti e di, po ama Zoti nuk është zort për namazin ton me kështu me radhë. A ka reflektim ajo? A del dikundi? Jo askundi. Problem është. Tek radhët me fillu nga fillimi që me reflektu vlerat fetare. Kjo është që deshëm ta potencojmë. Hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shifni vëllezër, ai i cili nuk i mba kontratat, kontratë mos ma mini këtë fetrak në për firma, jo ashtu. Fjala e dhën, emaneti, ato bizneset të janë diçka tjetër. Ama fjala e dhën, e ke dhën, fjala nuk e mbajmë, kjo nuk bën. Pra kjo është ajo që deshëm ta potencojmë. Shifni vëllezër, a ka më keq se sa kjo? Për shembull, ta marrim, mos ta vetën time, një X person, gjithmonë e prishin mohabetin, e prishin fjalën e dhën. Se mba fjalën hiç, tradhton njeriu. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tradhtari do t'i ngrihet një flamur në ditën e gjykimit dhe të të thuhet, kjo është tradhtia e filanit. Dhe ta kesi një flamur mbi kokë. Një flamur mbi kokë ta ketë. E thotë, pse ki flamur në kur kush nuk ka, ki ka, do t'i thuhet, kjo është tradhtar, tradhtia e filanit, të ki ka bo tradhti me e dallu të tjerët. A ka ma keq se kjo? A ka ma keq se kjo? Mu dallu. Qetra asaj, jo me temën tonë, vetëm ta lidhi dikundi tjetër. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai i cili merr abdes dhe i lan krahët mirë, i këmbët mirë, e merr një abdes mirë, shëndritën dritë e abdesit. Shive ka një shenjë tjetër. Ka edhe shumë shenja tjera, ama do ta zgjidhish, a do të shëndritit dritë të bëj nur, apo ta kemi një flamur mbi kokë, pse kemi tradhtu filanin. A ka gjë më e keqe? Thuj se ne bëj, thuj nuk mundem, se sa oni edhe me tradhtu. Do të thot me dal nga fjala është një gjë më se e shumtuar. Vëllezër të dashur, ne jetojmë në një shtet jo musliman, në rregull është. Por këtë gjë ta them, mund duket absurd për ju. Bon një njerë këtë, more e thunin valla po. Ka njerëz të lëvizjeve të ndryshme, sekteve të ndryshme, ekstreme të ndryshme që thonë, ki shteta qafir kë, haje këtë shtetin se qafirën ki shteti. Ku e ke pabe këtë? Ku e ke lezu këtë? Habe se bonis janë këto musliman. Nuk u cobe me thanë, po njëta ka qelë derën me fjalë qëre të më përkra. Nëse nuk e do në mere, koferin shka, kur kush nuk gucën asgjë. Nuk guxon me thanë, sepse ka të ri, më ndëgjoni më vëmendje, ka të ri që hinë në islam, e ndonë bëtë musliman për një mazdarke, ka dalës. Tu i falë 20-30 taj gabime kjetë falme, ka dalës i gjeke nistaj, ka dalës. Të lexu, të mësu, më i meqa gjerë nga të zemrës, dal nga dal. Dhe donë bot, e lexon e ndëgjon hoxhallar të ndryshëm me bot kuptime të ku janë në shet islame. Nuk e dje ku a Zvicra. Besoni vëllezër, ta marr një shembull shumë konkret. E ne kena bot do vite, edhe kemi pat kontakte, pasi që filluam si punë imam, Zoti shpërblet ato antarët që na kanë dhënë këtë emanet të shenjtë,
Edhe kam pas kontakt me Turqi, me profesorët, ku e përfunduam edhe dezitacionin e fundit, edhe ishte një pyetje për rreth zeqatit. A i pet në xhamia, nuk i pet në xhamia, që e kështu me radhë, pyetje që e di hoxha më mirë e kështu me radhë, edhe tha, jo kjo s'bën. Profesori mu më tha, jo kjo s'bën. I thash profesor, a ke kanë Zvicër dë njëherë? Jo. A e di shkuan Zvicër njëherë? Jo. Ma pse folish? Se di Zvicër. As ke shkel aty. Po si mund ta mini një gjë të tillë me fol? Po kjo gjëna. Unë nuk e di, thuaj. Unë flas për Turqi, për atë projekt ku e di. Andje nuk e di si janë ligjet. Thuaj këtë nuk e di. Valla thasëm ka shku mendja. E shefni? Do të çdo gjë që e ndëgjon, do ta dish një fetfaja ipet në vendin ku jeton, ka kohë të caktuar, një të caktuar, zonë të caktuar, territor të caktuar, e kështu me radhë. Prandaj, do të me patë kujdes e kështu me radhë. Dalim pjesën tjetër, vazhdojmë ende me këto obligimet basë, e dita sjellja e mirë dhe drejtësia ndaj të gjithëve. E para ishte më thjesht me e kuptu, me mbajt fjalën e dhënë. Me qenë besimtar i mirë fjalën e dhënë. Mere me kontrata, me sende, ma thjesht mere. Ja ke dhënë fjalën jo muslimanit për diçka, mbaj atë. Mos e tradhto se ai thot ti dhe shqiptari edhe se mbani fjalën, ja ju vë islam. Pra e shfaqen e islamin, kjo është gjë e rrezikshme. Aq sa ka mundësi deri në fund. E dita është sjellja e mirë dhe drejtësia ndaj të gjithëve. Mua gjithmonë më ka emocion një ngjarje shumë thjesht. Këtë ngjarje që ta tham, këtë thonja fëmijëve të vegjël. Nip në bembesave. Kjo ngjarje është e mirë për ato. Edhe për ne, po edhe ato ende më mirë është, më e kapshme. Më ndëgjoni me vëmendje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dalë prej shtëpie ka thënë xhamin e ka pat afër, është i qartë. Pra derën ka hyrë ditë në xhami ka hyrë. Por kur ka dalë nga xhamia ose nga shtëpia ka shkuar nëpër rrugët e Medinës. Normal. Kur ka dalë nga një anë, thuhet nga ana e gjathë, nga xhamia nga ana e gjathë, vazhdoi rrugën Dukundi. Aty ka pat një grua jo muslimane dhe ka pat një lloj tarase i themin ne, taras. Gjithmonë e ka prit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ajo s'ka qenë besimtare. Ka dalë e ka prit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka hudh a me gur, a burlloke, a diçka, pa lthat se ka lënë. Ai ka thënë fjalë, s'ka pat kur gjë, gjithë i ka thënë. Se ka lënë that kaloi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Një herë, dy herë, një muj, dy muj, tre muj, u mësu Resulullah, rrethit ka shku, së shmarë ma atë. Shifni thash, dëgjoni. Kjo mu me emociono, vallaj ladhim. Edhe, kalon disa ditë, Resulullah e ngrej kokën sësht ajo. Pele i ka bova ki, një ditë sësht, të nesmit nuk ka, maste se nuk ka. Dhe i pjetë shokët, një gruebe më shqetëson të për ditë, më udhë të bërlake, më udhë të sende, ta ndërregojnë si ngjarje pak, më udhë të qka mos, se shof këto ditë, pini mas, shkuni i shif një sion. Shkojnë shokët, i bin derës, e hapën, ajo vetë ka jetu, e s'mund në shtratë. Edhe i thënë, ja Resulullah, e s'mund. A e s'mund, i mledh disa shokë dhe i shkojnë për vizit. Shifë, i shkojnë për vizit. Edhe nuk jep selam, kuptohet, për hi shkojnë në vizitët, a mund të ndihmojmë diçka? Ti qenke gruje plag, vetë qenke, çka mund të ndihmojmë? Dhe të nuk kam as për të hangras për kur kush s'në ka për të më qëllu mu. Edhe janë organizuar ato sahabët, i kanë sjell do gjëra e kështu me radhë. Thot për kush çon ty të vish o Muhammed, sa damin ta këmboti përsëri vjen. Unë vi se mua feja ma obligon. Allahu ma obligon. Ai më thot të shkoj ti shikoj njerëzit që janë në të vobekët që s'kanë ne kështu me radhë. Ai më obligon mua. Prandaj kam për obligim të sjellem mirë me ty. Edhe ajo bëhet muslimane në atë moment. Kujtoj tash mua edhe ti, na hudhe gur, dikush dhe një kojshi. Budalve. Për s'pari herë mundet ma përziti, nuk mundet valla. E kështu është e sjellja e mirë e ndaj të gjithëve. Do thotë kështu na ka mësu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në formën e sjelljes. Allahu xhaleshanu në një ajet sure Mumtahina ajeti është numër 8, Allahu nuk ju ndalon, dëgjoni me vëmendje, Allahu nuk ju ndalon të bëni mirë, nuk ndalon Zoti, dhe të mbani drejtësi me ata që nuk ju luftuan për shkak të fesë. A të lufton dikush të për shkak të fesë? Jo. Nuk ndalon Zoti ti bësh mirë, jo muslimanit. As ti jesh i drejtë ndaj atij, s'ndalon Zoti. Se s'ta lufton fen. Vazhdon, e as nuk ju dobuan prej shtëpive tuaja. Ka e kanë nxjerr kë shtet nga vendi kështu me radhë. Do thotë a e ka përzëndë ka për shkak të fesë. Në asnjë mënyrë.
Nuk të ndalon Zoti me i bë mirë fëmijët, me që mos sjell i drejt ndaj atij. Për sepse ai nuk të lufton për shkak të fesë. Dhe pjesa tjetër e as që ju dobuan prej shtëpive tuaja, kur kush na ka çit neve. Allahu i do ata që mbajnë drejtësi, me qenë i drejt është një merit e madhe. Hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, te rasti i fëmijët, mbajini mend vëllezër të dashur, edhe jo musliman me kanë ka hak fëmiu, vallahi bile ka hak. Fëmijët ndahen disa kategori, njëri ta marrim kështu. Vetëm fëmijë që e kije, vetëm fëqi kojshi që e kije, ka një hak, jo musliman, vetëm pësi kojshi është, hak ka. Musliman me kanë, di haqe, pra di hak ka. Se kojshi e në musliman, arape, turke, pelegjian, e shqiptare kështu me radhë. 3 edhe familjes me kanë, edhe fëqin, edhe musliman, edhe i familjes 3 hak ka, pra 3 haqe ka ai ndaj teje. Pra ndaj është jo musliman, lebe thëtë se çfarë shkavi, jo në guxon, sjellje mirë duhet. Dhe kam dëgju hoxhën, ai na tregoi me ajet kuranor me hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se duhet mu sjell mirë edhe ndaj fëmijët i cili është jo musliman. Vëllezër të dashur, duhet mu sjell mirë ndaj fëmijët që nuk sillet mirë ai, sa ai që sillet mirë mora i kimu sjell mirë. Mos e mini ka e prapa dersin. Hoxha ai më bën mirë, po obligimi ki ti bësh edhe mirë. Ai më bën keq, ti mundohet ta mbajsh me të mirë. Kto është dersi kryesor. Prandaj, ai nuk ka muhabet me vllaun, se është i keq, po pse është i keq do të më bë mirë të kaloj, se nëse ke vllaun altan fetar, lumt, këtë kemi çështën atë formën. Atë obligime ki. Pra jo kështu ka e prapa. Por ku është situatë e rënd, atëherë del pyetje dersi, sabri, ajeti, Allahu xhaleshano, lidhe si dush. Atëherë është në pyetje. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Xhebraili vazhdonte të më porosiste për fëmijën derisa menduam se ata do të bëhen trashëgimtar. Kjo hadith e shumë është më shhur, pra hadithi i njohur, bekant është që atë shumë ka dhënë përparësi Islami fëmijëve, saqë ka menduar Xhibril ki pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se Xhibrili do t'i bëj obligim, do t'i vënë edhe në trashëgimi fëmijë. Vëllezër të dashur, të them një gjë. Shejtani me atë fuqinë e vet që e ka, me atë dredhin e vet, si doni thoni, rrin gjithmonë në prak xhamisë ri, prak shtëpisë ri, prak te puna, në prak e ka. I e të shku në xhami, u pengove e more shejtanin, viran punët i bën xhami. E shtynte pak hinë vet, rahat i e pat ke hinë. Shkon në shtëpi, te pragi, e more e dhat, e bën e viran në shtëpi. U zonë me atë kia, këtë këqia, këtë katastrofë. E hoqë e mbanë shhinë e rahat, pa problem këtë, sabër bon. Ajo e folëm vetën shoh që e bon fëmijat vetën, ti qeti je, pse se ke marrë me viti atë. Edhe në punë kur shkon, e merte dhe pragi punës në atë formën që hi, edhe këtë punët shkojnë ka e prapa. Prandaj kujdes, te pragi qëndro. Prandaj thot eudhu billahi minash shaitanir rajim dhe mundohu thojza me ek mbanësh edhe me vazhdu pa shejtanin. Prandaj a ka mëkat më të madh mos me fol me vllahun, me babën, me nanën për një çështje toke. Do a them një gjë. A ka të pasur vendi jon para një 300 viteve? Ka pat zingina sigurisht. Një shqiptar që ka pat zingin pasuri. Ku sot ai majki? Sa sekundi. Ep llogari për atë pasurinë e vet, për atë qoshin, për atë hendekin, për atë për këtë. Pse këto kaprise, këto inatet bashkë me antarët e familjes na zeneve? Ta mbani mend se është një gjë mëkat i madh. Por nuk le inat jo ti, nuk le inati ai që është anën e majt, ai të shtynë. Lëne, bëne sa më keq. Vëllezër të dashur, imam i xhamis vjen konsultohet një djalë. Jam gjyq me babën dhe vllahun. Flokët ngrenë, subhanallah. Janë gjyq me vllahun. Për çfarë? Ai një vraj, një prej, jo. Shtëpia një kat, dikat 3 kat, vendi, baneja saktuar, kështu au. Ta ndëgjoj edhe tjetrin. Edhe atë ndëgjova, edhe e boni vira, tash ta ndëgjoj edhe babën ta ndëgjoj. Edhe ai mat vetën. Edhe pse a gjunojmë bene? Pse falim bene? Për çfarë arsye? Kush kam be? Kjo më intereson mua. Që atë angazhimi, xhuman, e le punën të ngaren atë. Kush kanë ajo? Reflektimi, 2 gjëra do të më mbajt mend. Kryerja namazit, te namazit ta marrim shembull. Kryerja namazit, reflektimi i saj. A ka dritë namazi yt dhe jemi? A ka dritë? Nëse ka dritë, reflekton, ki ka dalë për xhumaje, këti gjithë dush thuj ki ka dalë për xhumaje, ki ka zemrën e çel.
si e ka falë namaz, ki ka zdi për jacaje. Këti, qka të dushtuj si e ki e ka falë namazin, zemrin e ka qelki, a ka kësë reflektimi, apo për një gjatë vogël e bëjmë madhe? Kjo është mëkat i madh. Mëkat i madh me dal me antarët e familjes. Ta tham edhe një hadith tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dëgjoni, këtë hadith i frigom edhe unë. Vallahi, çdo hadith i frigom, ama kjo mund të bëjë vaki, mund të bëjë vaki. Frajk mund të bëjë vaki, shpejt mund të bëjë vaki. Ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, veprat, punët që i bëjmë, që falemi, që bëjmë, punët, ditën e hanë dhe ditën e njëjtë shkojnë tek Zoti, në kohën e qindis. Hadithi është kështu. I kanë thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, pse agjiron ditën e hanë dhe ditën e njëjtë? Pse të ndryshojnë veprat? Një rast tjetër është shkaku i lindjes së tij, është diçka tjetër. Kjo pse ndryshojnë veprat? Melekët i marrin veprat dhe i çojnë tek Zoti në kohën e qindis. Dhe prandaj pyesin kohën e qindis kur hin ezani deri në akşam. Si i lat ato robrit e mi, e lash, ato melekët thonë, i lam duke e fal namazin. Qof në xhami, qof vet, e fali namazin që i qindis. Ato që thotë si i gjetet, e i gjetëm duke e fal namazin e i qindis. E kështu me radhë. Njeriu i cili nuk folën me antarët e familjes, bab, nan, vllau, antarët e familjes, nuk flet. Ati punët e mira i rin varët. Pengë i thonë gjuhën shqipe, varët. Mlidhen, ama nuk shkojnë nalt. Gjimdon mlidhen mua, duhet shkojnë tek Zoti të pranohen, që të ma përmisoj mu jetën. A ka ma keq? Nuk folim atë, Allahu ekber, por nuk shkon kjo. Nuk shkon me shku, okej, që hadithi ku? Edhe për mua është ai hadithi. Prandaj është me rëndësi, me ul kokën me gjet një modus. Po unë jam antari familjes time, halal kat me kat punë e madhe. Ku ajo Islami? Dhe hapet drita, ama ja që nuk le ai. Isham të i thonë diçka tjetër atij. Hajde inshallah. Vazhdojmë me një hadith tjetër apo me pjesën tjetër. Gjithashtu një hadith tjetër thuhet, pasha Allah nuk ka besuar, s'është musliman, nuk ka besuar. Jo nuk ka besuar, s'është musliman atë kontekstin e imanit, gabim e thash. Nuk është musliman i plot, këtu të jemi të kujdesshëm. Nuk është musliman i plot, e ka përsit 3 herë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e pyetën, kush o i dërguari Allahut? Ka thënë Resulullah, nuk ka musliman i mirë, nuk ka musliman i plot. 3 herë ka thënë, kush ja Resulullah? O bodë nise, kush? Thotë, ai prej të cilët fqin nuk janë të sigurt prej të keqes së tij. Nëse fqiu nuk është i sigurt prej teje, këtë këshin apo këti, çka dushmoni ki zanu qëtë? Jam i sigurt prej ti, jap qelcat, ja, i sigurt jam prej ti. Nuk ka besuar iman të plot, nëse nuk është i sigurt ku i shia prej teje. Kum shë mu i msheli me der me kita, hoxha kujdes e ki fshan. Jo kështu, do thotë me qenë i kujdesshëm dhe me qenë i sigurt që këja zgucëm, spreken as në der, as mal, as asgjë, as në fjalë, as asgjë. Se është i sigurt të ki. Kështu edhe fitohet xheneti. Hadithi, Sahih Buhari, numër 6016. Është hadithi kuptohet se është sahih. Vazhdojmë pikën tjetër. Thirrja drejt të së mirës dhe përfaqësimi i Islamit. Pika e parë ishte mbajtja e kontratave, pra fjalëve të dhëna, e kanë fjalën, e dita sjellje mirë, dhe e treta është thirrja drejt të së mirës. Shihni vëllezër, çka do thotë thirrja drejt të së mirës? I jem punë dikundi, kjo është shqiptar apo, e në musliman apo. Nuk them ato që kanë firmat e pampër, ku jemi jo tuj. Shqiptar dhe musliman po, edhe kombin e përfaqëson, edhe fenë e përfaqëson. Tash ne kemi një lloj përgjegjësie ndaj edhe fesë, edhe kombit, edhe kështu me radhë. Më duhet një gjë. Ky hadith që ta tham, nuk është fakt hadith, një përshkrim historik i sakt. Kështu. Pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pas vdekjes së tij, fiset hishin në Islam. Edhe surja Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinin afwaja. Pra kur erdhi ndihma Allahu xhallahu dhe hishin njerëzit në grupe në Islam e kështu me radhë. Edhe pas vdekjes së Resulullahit, vishin njerëzit, duan të bëhen musliman, ama nuk është Ebu Bekri me punët e veta i zanët, duan të bëhen kushti mësoje do nisi. Një rast përshkruhet. Vjen kryetari një fisit i cili ka pat dikundit afër 200-300 veta. Fis, kryetari i fisit ka kanë ki. Dhe ka hinë Medinë. E thot, këmdajbe thët se ka, ta thamë gjohën e popull, këmdajbe dikush se musliman është lavdrau, një Muhammed, thët, ka ndroar jetaj. Thët, po, ku ta mësoj, si duken këto musliman? A e shikni qëto gjemë, thët, kështu me radhë, ka thonë, qëto gjemë.
Mirë një shembull, këto janë musliman. Çullojni këto si bëjnë, kështu është feja. Thotë po sa bukur. Edhe i ndjekin disa ditë, u pëlqen Islami e më pas e pranojnë. Me na bën neve. Do të bëhet dukush musliman, ndjek një hoxhën. Unë i them, "No vëlla, ndjek një Kur'anin. Kush shkon bashkë te hoxha?" As ka që plot xhamat ka. E kupton? Edhe prandaj domethënë do të më ndjek dika. Po ja që edhe ne jemi muslimanë, edhe neve do të na ndjekë dikush. Prandaj kjo është një gjë e madhe dhe është një gjë e bukur që duhet me përshkruajt edhe sjelljen tonë që na ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me mësimet e tij. Edhe është një ditë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është hadith i gjatë, vetëm një pjesë, kjo është pjesa e ditë, po do t'i marr të di pjesët e para. Ka thënë Resulullah sallallahu alajhi wasallam, shokët e ka pyet. Kush është apo cili është adhurimi më i madh tek Zoti? Më shumë se vap. Me më pyet, unë tham namazin. Ai që të agjërimi këtë. Thotë ja Resulullah, sahabët nuk janë përgjigj më një herë, respekt ndaj Resulullahit. Se dimi ja Resulullah. Si është përgjigj Resulullahi. Gjëja adhurimi, ibadeti, gjëja më e dashur tek Zoti është me ia fresku zemrën dikujt, me i thënë një fjalë të mirë. Oh. Pyetën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush është njeriu më i mirë në mesin tuaj? Njeri më i mirë. Me më pyet, mua që falem 5 vakët, ai që të diçka tjetër thotë. Sahabët thanë, nuk e dim ja Resulullah. Atë di Allahu dhe pejgamberi i tij. Përgjigjet Resulullah sallallahu alajhi wasallam. Njeriu më i mirë në mesin tuaj është ai njeri me të cilën më shumë njerëzit kanë hajër prej tij. Gjithmonë hajër shohin njerëzit prej tij. Gjithmonë ku është ai hajri aty? S'ka kritik, s'ka sen. Hajri, punë e hajrit. Ka arthaj, ai e kryen këtë punë. Kush dhe boj, ati di themi ne, ose shko be ati meri, ose gjithmonë ai, pse ai është çelësi i të mirës. Ka një hadith tjetër, bëhu çelësi i të mirës, jo drin i të mirës. I thosh, ja se zbanki, ja gjithmonë kritik, na ka bë Allahu zemrën kritik, krit me kritik. Ki me laçe, çelët zbojnë. Ku ka ashtu? Bëhu çelës i së mirës. Diçka unë dhe boj, që unë jam aty, sa ka mundësi ju, çelësi i së mirës. Kështu na ka mësuar Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë. Pika numër tjetër, karta e Medinës. Tash më dëgjoni pak më në detaje. Karta e Medinës, apo si ti themi, kushtetuta e Medinës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lindi në vitin 571. Në 570 dukundi mund ta gjeni. 571. Si pejgamberi Allahut u zgjodh në vitin 610, në moshën 40 vjeçar. 39 diçka, nëse 40 vjeçar. Në vitin 623, pra qëndroi 13 vjet Mekke, në 623 u shpërngul për në Medinë. Atje jetoi, pra qëndroi 10 vite dhe 633 ndroi jetë. Këto janë datat kryesore. Para se mu shpërngul për në Medinë. I përgatiti njerëzit që të shpërngulen, se erdhi urdhri nga Allahu që të shpërngulen. Gjitha familjet shkuan. Mbet vetëm pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Ebu Bekri, Hazreti Aliun Ela, edhe disa muslimanë tjerë që së meshin leje nga familjarët e kështu me radhë. Se familjet ishin jo musliman, vetë ishin musliman, si ishin pastër, disa me familje se në mishin vesht. Këtë u shpërngulën. Edhe Resulullah u shpërngul, e keni parasysh ai rasti i Jebel Thawr, që është më qef la tahzen e kështu me radhë. Pra hijreti, e keni ndëgjuar disa herë. Vjen me një vend të quajtur Kuba, Mesjid Kuba, ja e dini para Medinës, që është një xhami e bardhë. Ato që kanë qenë në haç dhe numre, Mesjid Kuba, aty ka qëndruar pejgamberi sa dikundit e dijaf, dhe xhuman e parë ka fal aty. Kështu e kemi lexuar, mandej është shpërngul për në Medinë. Ka vazhduar edhe pak edhe Medinja. U ndal aty ta përgatise Medinën në mënyrë diplomatike. Dëgjoni me vëmendje. Nuk shkojnë këtë me tespin dorë, në mënyrë diplomatike. Dhe në Medinë ishin të fortë jahudit. Ishin 3 fise, Beni Nadhr, Beni Kuredha, Beni Kainuk, më duket se ishin nga 3 fise të forta jahudish. Edhe kozhat fort ato. Me tregjet e veta, me ekonomin, se në vinsh. Edhe të hinsh më njëherë problema. Çka të bëjë diçka, duhet me bën një lloj marrëveshje dhe bën kartën e Medinës. Në karta e Medinës ka 5 dinene, apo kushtetuta e Medinës, 5 dinene ka. 27 për jo musliman, 25 për musliman. Dhe njëra nga atyre pikave, pra është një shoqëri e unifikuar, ta shifin. Kanë ardhur përfaqësuesit e fiseve jahudie, edhe jo musliman, këtë në Kuba.
Janë taku dhe pejgamberi sa sem I ka marrë me të mirë me diplomaci të vije dhe thirr, nuk u shqetësojmë juve. Thotë jo na prishish neve, jove nuk u prish juve, që ta bëjmë diçka të shkruajmë kit bashk. Një ndër nenet e para është një shoqëri e unifikuar. Neni I parë I kartës deklarohet se të gjithë nënshkruesit, se I kanë nënshkruajt, se jo Resulullah, se s'ka ditë shkruaj, tjetër kush e ka nënshkruajt, muslimanët e Medinës dhe hebrejt e fisëve tjera janë një komunitet I vetëm përballë pjesës tjetër të botës. Bashkimi ne thotë. Më thotë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, "Çe neni I parë bashkë dëshojnë. Çka të bëjë ne bashkë dërim? Na lufton dikush, ne aty jemi krejt." Ashtu, po çe kemi shkruajt, do t'i qëndrojmë bez kësaj. E para ishte një shoqëri e unifikuar. A mos vallë edhe neve na kanë thirr, a ne jemi një shoqëri e unifikuar. Besoni, nuk kam shumë përvojë, 5 vite diçka, por jam këtu, por jam në kryesi të Interiors Arbeitskreis in Kanton Thurgau, kryesi, jemi 8 vet atje. Edhe ka krishterë kuptohet, evangeliste, edhe protestanë po si I themi, edhe katolik ka, behai ka, ka të ndryshme edhe ne si musliman, di veta që jemi aty. Ajo që është interesant që na kanë respektin neve, na kanë respektin, dhe na qëndrojnë bas aq sa ka mundësi. Tu marr një shembull nga jeta konkrete. Kishim ne japim mësim atje në kantonin Thurgau, që është në Kryestingen 15 vite I pet mësim. 15 vite I pet mësim në për shkollat publike, Islamische Religious Unterricht, 15 vite. Edhe iniciativa në Romanson është dikundi 5 vite, është edhe unë jam vitin I dytë që I kam fillu. Unë ngrit një lloj municionit që ta ndalin atë. Na dulëm ball ato, ne kur asnjë se një, ku e njeh. Gjithë ato priftrinjt, me nënshkrime me avokat, me sen, deri në mbledhjen e kantonit që ishte në Frauenfeld, atje erdhën këto. Aty e pash se kush ishte bos, kush nuk ishte. Ne ishim këtë disa xhallar dhe ishte priftri. Gjithë priftin e përshëndetën, thanë, në ajo që ke thënë ti, ajo do të dalë. Krejt deputetet e vendeve që ishin, kryetarët e komunave. Do të thotë të respekton. Edhe ti thua, ke qafir, ki zbon atë këtë. Çka të bëje? E kthimat pyetjen, unë si hoç, çka a mund ta bëj të njëjtën gjë për krishterët në vendin tim? Vaçeli një kish atje në katon të ne. Po më kallin me kish, me shpaj, me kit. E në stelat se një gjej. Do të thotë, ai ta bën. Edhe qëndron pas plus, me shtetet mos u mërzit, dhe rregullojnë. Se nuk ka problemi se ta ndalin atë, më dal nga tema, ta ndalin atë. Po mësohen mandej, vjen deri në shtëpi ajo. Ku andalëm tash ra kjo, ato u frikën këto që nga në fort, edhe e ndalin atë të hovin e ndalin. Kështu janë gjërat. Prandaj kujdes të kemi me ato. Një ajet kuranor tash nuk ishëm ta potencoj në surën Bekare, thot Zoti gjenja në surën Bekare, mos u ehli kitave, pra nuk ka për të gjithë, po disave mos u thoni që janë pabesimtar. Ka mesin tyre që përmendin Allah dhe që qajnë natën e potencon ajeti. Qajnë natën dikush. Mund mos jese këtu, ama dikundi tjetër. Dhe ka njerëz që me të vërtet e japin maksimumin, vetëm se jemi musliman. Allahu I shpërbleft apo I udhëzoft në atë formën e vetë që di Rabbul Alemini. Tjetra është liri fetare garantuar. Njëjtën gjë e kemi edhe ne këtu, liri fetare garantuar. Edhe Karta e Medinës sankcionoi qartë se cili grup kishte të drejtën e praktikonte fenë e vet lirisht. Teksti I saj thot hebrejt kanë fenë e tyre dhe musliman kanë fenë e tyre. Ende Muhamedi sallallahu alaihi wasallam s'ka hin Medinë, por e nënshkruajtën që liria fetare të jetë e garantuar. Mbrojtja e ndërsjellë dhe drejtësi për të gjithë. Në Kartën e Medinës u potencua që gjitha mbrojtjet me nder, me çdo gjë të jenë të siguruara. Pra kjo ishte një shembull praktik që nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Konsultimi I ndërsjellë. Karta e Medinës inkurajoi që të gjithë palët të këshillohen mes tyre. Tash në vëllezër të dashur. Në Kartën e Medinës, Kushtetutën e Medinës, para se mi Resulullah në Medinë u mor vesh si çfarë me gjithë ato, edhe ato thotë duhet të konsultohemi për çdo gjë. Çka do të konsultohemi për çdo gjë? Është një ajet kuranor. Një ajet tjetër është washavirhum fil amr fa in azamta fatawakal ala Allah. Konsultoni me zviti. Kur do të vendosni, atër më shtet jo Allahut. Ja Rabbi na ndihmo neve, na ndihmo ma një konsulto, pyet njerëz, pyet më të vjetër, pyet më të ri, këshillo ngjath më. Mos thuj ki ka shkollë, ama ka 25 vjet ka, ku e dijaj. Më konsulto me lloj njeriu që është e mundur në atë kohë. Allahu xhallahu në surën Shuara ajeti 38. Ajeti është I gjatë, vetëm më duhet një pjesë ku thotë dhe ata që konsultohen mes vete.
Wa amruhum shura, dhe që konsulton me zvete. Janë të shpëtuar, ajeti është, ditëra ajete, janë të shpëtuar njerëz të mirë që falë namaz, që japin zeqat, dhe që konsulton me zvete. Nuk shkon kraj viti ai. Praj, sure Shuara, ajeti 38. Shifnja 36, 37, 38 dhe 39, do të shifni se një blok ajetesh, ata që e falë namazin, që japin zeqatin, janë të shpëtuar dhe që konsulton me zveti. A pyesish dëka në shtëpi? Hiq, unë si tham, e kes drejt. Allah do të pyeti njerëzit, konsultohu me njerëzit. Do të thotë, është obligimi jon fetar. Jemi ka fundin, tani ka dalë. Edhe tash ruajtja e identitetit islam pa izolim. Dua të je musliman i mirë, ama hoxhi edhe shteti kërkon punasin, dhe këtë shtresi, s'kan vakët be hoq, ta vi krajnë sejgjë, më thët njëri. Hej, subhanallah, si s'ke vakët? Po, si mund më s'kesh vakët? Njëri ju gjithë nam kontributi, më kese ko, për Allahun Gjelleshanu. Ku fillon kjo? Si ta filloj, jo mas një periudhë, nga fillimi. Fillimi është njohuria dhe edukimi fetar brenda familjes. Ne me familjarët tonë vërtet duhet të punojmë. Vëllezër të dashur, nëse të pyet dikush ku është xheneti në këtë botë, është shtëpia. Familja është xheneti në këtë botë. Nëse njëri është i kënaqur me anëtarët e familjes, ai xhenetin e ka të sigurum. Sigurum thojza në këtë botë, andi dhe shohim. Vëllezër, njohurit si mund me i marë. Është klasik me thanë me e qu të xhamia, të nxënësin atë fëmijën të xhamia, është në rregull, do të vjen dhe ajo pika, por me pat një lloj edukimi të mirëfillt familjar. Me marë një libër me lexu, apo një hadith me lexu, apo një ders me ndëgju, ose taravih me ardh, për shembull, ja do vjen Ramazani, koha tej mase përshtatshme. E kemi fatin e madh që jemi në shkët mosh dhe i kemi një 10-15 Ramazane me sahatin e dimit e kemi. Kështu gjysën si të me e marë. 10-15 Ramazane e kemi. Gjatë vikendeve, komplet, këtë do të bëjmë, do mundohme edhe të xhamia jonë, të gjithë xhami tjerë me e bën, a hangër me iftar po. Lini që ashtu, dhe gjithë do të shkojmë në xhami. I madh e i vogël. A se ne bon hiqa? Ku ka vend? Ku ka? S'ka vend, gja gjem qarën atë. Krejt, ma ndaj do të dalim, do të shkrymë se kur do të dalim. Ta bëjmë njerë, të mësohemi që ai fëmijë mësohemi, babi me mamin kanë shku në xhami, edhe Axhi baba ishte dhe ai, çfarë pozite ka. Gjithë shkojshim në xhami. Ku i ke pa 3-4 vjet, ai mbajsh me gjërat, edhe unë i mbaj mend, edhe ai do të ka me i mbajt mend. Prandaj mos me i marr çdo gjë, nuk kemi kohë, nuk kam mundësi, jam i lodhët, ka mundësi, vetëm puna është tek prioritetet. Vazhdojmë pjesa tjetër. Praktikimi i rregullt i riteve islame. Vëllezër të dashur, është lehtë me thënë si imam falja namazin, po është shumë kollaj me thënë, se ne edhe punë kemi, edhe mision, ama shifni. Do mundohesh në atë punën tënd që je. Në atë punën tënd. Do mundohesh me gjetë një kohë të përshtatshëm për hir të Allahut. Për hir të Allahut. Vetëm farzeve me i fal. Vetëm obligimi, një ezan, një kamet, një fars me e bon. Qatë se ne bona. Fillo me atë do të vinë edhe gjërat tjera. Pasha Allahu në adhim, që fillo me atë një. Mundish, jo që nuk mundish. Nuk lesh shefi është diçka tjetër. Mundohu konsultohu me të mirë me atë. Nëse janë mbyllë gjithë deret, është diçka tjetër, ka azan e bësh në shtëpi. Ama beso se duhet me hakat me provu, sepse këtu ka njerëz mirë, ka njerëz të kuptueshëm. Flas në frymën e përgjithshme. Jepi maksimumin. Thosh ja Rabbi, unë mundova ama nuk kam mundësi. Tjetra është mos e ketë shpërdor kohën e mirë. Çka do thotë kjo? Ka raste që njeriu ja ka dhënë lejen me e fal namazin, ai shkon me abdes, me tespaj, me amen e resul. Po ai bese puna është pret, di. Ku e vajton atë? Po ka dhënë ose ta fal namazin. Ku e gjetën punë, ç'është kajde ti bësh? Allah ka dhënë vetëm farzin e ka dhënë. Ku je në xhami ose në shtëpi, vajtoje se ke mundsinë. Punë vetëm farzin, mos të shkutjet lidhshmëria mes namazeve. Dhe xhamia dhe komuniteti. Këtë e thash edhe më parë, edhe do të them me e bë xhamin fole të familjeve tona. Vallahi ladhim, besoni vëllezër, shihni, njerëzit nuk janë të njëjtë në islam. Vërtet para 10-15 ditëve dijave, sidoqoftë, u takuam me një person, dertin e vet e kishte. Dhe thoshte, hoç do ta fali namazin, ama do të hiki pi babës, pi nanës, pi shoqës. Ku ndëgjojnë namaz zarmçes në shqiptara?
zarmë qesën. E rrenë bashkëshorten se vjen gjuma. E rrenë bashkëshorten dhe mi taks pauzë dhe njëse e rrenë, mos e ndron veturat, shkon me atë me shok, shkon e ndron teshat, mos ta diktojnë se ka ardhur gjuma. Për çfarë arsye? Vetëm e vetëm shifni çfarë derti ai ka. A ne, fëmijët tonë ose familjarët tonë, se një qëmë ta falim me të gjitha kushtet. Njeriu e rrenë bashkëshorten e vetë, babën dhe nanën. E ka taku babat e dera, ku shkon? Thot, po që, thot, çfarë më rregullu, thot, e hangën e bukën, ku shkon? Jo be thot, kam një termin, ku çfarë termini, të i shkon xhami, unë e di. Pra e rrenë atë për me shkon xhami. Ka edhe kësoj njerëz. Dhe mua më thot, a ka mundësi me bë doni farfe me fillu diçka nga fillimi ta mësoj Islamin se nuk di asnjësin. Dhe të rëqetet shpirti si e ka udhëzu Allahu. Allahu kërna thot, men yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Ka donë Allahu udhëzon, ka donë Allahu e nxjerr nga rruga e vërtet. Prandaj me ditë, me falendru Allahun që kemi kësaj familje të cilët janë të bekuara me Islam dhe gjithë të mirat. Dhe familje të kujtohemi një gjë, tash afrohet edhe Ramazani, ka 3 muaj dëhim, ka anat e beratit, si tash natë e regaibit, e miraxhit e kështu me radh, edhe të mundohemi familjarisht me ardhë në xhami. Rreth kësaj me pa ndonjë det. Mujt një herë ose me u mundu me ardhë familjarisht. Kjo do të jetë një gjë për ruajtjen e identitetit ton fetar. Tjetra, të vazhdojmë bejs, po. Mos shputemi. Edhe roli i gjuhës dhe kulturës. Pika tjetër është ruajtja e gjuhës dhe kulturës. Tek fëmijët është interesant kështu unë kam studiu 10 vite me një qytet Brus, pra Bursa të Turqisë, që shqiptar ka, pa me se bot madhe, pa me hiperbolizim, dikundi 500.000 shqiptar ka. Ka 700.000 që 500.000 dhe ndalim ne. Dhe, Allah që përvlet, dikundi ka të 500.000 shqiptar. Nëse atje 10 vite kemi qëndru, për aty 500.000 shqiptarëve, 5 veta gjemi mu që e folin gjuhën shqipe pasës, si çdo që një gjenjsh, e jo 10 veta. Mos folja, apo mos të folurit, mos dija e gjuhën amtare të shputit. Një gjenerat mastet, unë nuk jam shqiptar, s'di asgjë. As vizitën e vendinjës nuk e bën, as familjet nuk i njeh, s'di si të komunikoje, automatikisht asimilohet, gjeneratët një mas atyre, mos mbet asgjë. A namin e mundit e ke dhënë, me mishë me thëje ke ndërtu, në xhamin e çdo send ke bën, fund një ditë gjenerata, pra 20-30 vite mas, shkon çdo gjë huç. A ka makesa kjo? Ruajtja e gjuhës shqipe, ruajtja e gjuhës që ta lidh me vendlinjen është një obligim i jon për ruajtjen edhe identitetit ton fetar. Edhe tash jemi ka pjesa që është pak më interesante. Po. Allahu xhelle shanu ve xhelle xhelalu, si ta balancojmë jetën fetare dhe përgjithësisë qytetar. Zoti i fuqishëm në shumë vende në Kur'an na ka thënë, sidomos në surën Bekare ajeti 143, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Dhe juve u kemi bë popull mesatar, ummetun wasata. Ne u bëm juve një popull të drejtë, pra mes të zgjedhur, për të qenë ju dëshmitar në ditën e gjykimit ndaj njerëzve dhe për të qenë i dërguari i Allahut dëshmitar ndaj jush. Mua më duhet një pjesë ummetun wasata. Kjo është një begrif, pra një term që përmendet për historitë islame. Ummetun wasata do thotë njeriu kur e mba balancin fetar dhe të punës. Jo gjithmonë punë, jo gjithmonë edhe kafeja, sepse edhe kjo është diçka e ndaluar islamikisht. Dëgjoni me vëmendje. Njëherë një sahabi në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam preket nga dersi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga shpjegimi i islamit, preket me ajete, me hadithet e unë e katastrofë kanam. Edhe shkon në shtëpi, i mbledh çato që ka pat leckat e veta, që dale mo talëshë shtëpin, i thëtë grues me fëmive, ma bojnë adhal mu, une dola. Pse? Thëtë, që kam dëgjun nga Resulullah në kërkundi, ne kërkundi simi. Po ku shkon? Do shkojnë fushë, në për malin, në për sendi, ti përkushtojmë Allahu Gjelleshanu se ndryshë shkum kotë. Edhe largohet, që ti bëjë gruja? Largohet. Edhe pas një periude, pejgamberi sa e me kërkon të filan sahabi, jebe nuk e shofë në xhami, kua? Se dima ja Resul, po bini mas, shuvni ka shtëpia kua, e pyesin shtëpi kua, thot ka dalë për fushë, në për male, ka shku filan vendi. Gruaja vetu thot. E ato sahabët shkojnë deri ka tjetër dhe thon Resulullah të thirrën, të pyeti për ty, të thirrën ai. Kur thirrën ku ja çon selamin dëkujt,
Pejgamberi sa selam është farz ti përgjigjesh. Prandaj nëse pyet dikush ezanin, a e ka thirr pejgamberi sa selam kur një se ka thirr. Pse? Përgjigjja është farz. Është një balancë. Gjena për librat të shihni. Na ka parashtruar në fakultet këtë pyetje. A e ka thirr Resulullah dhe një ezanin? Ne kit po, ku po? Thotë jo. Asnjë s'ka thënë. Pse? Pa thirrni atij është farz. Se kështu do ta fal, mund ta falësh në shtëpi, dëgjon ezanin mund ta falësh në shtëpi. Jo ashtu do të përgjigjesh thirrjes atij. Kujdes me konceptin e sunnetit. Çka se ka bë pejgamberi sa selam e nuk se bëj se është bidat. Po ezanin? Po, ka dalës. Ma qiet. Edhe do me pat kujdes to gjërat. Ai vjen te Resulullah sa selam dhe I thot: "Ja Resulullah. Po ti na tregove ajete, ti themi dhe hadithe, fjalë të bukura të mira. Kështu nuk shkon ja Resulullah. Morë më u veçu." Jo thot. Ku është haki bashkëshortes, haki fëmijut, haki kojshis, haki Resulullah, haki shoqërive tjerë. Ku janë ato? Dhe të gjithë duhet të jenë, dhe gjithëve duhet me vadhan hakin. Prandaj obligimi është me qëndru këtu, jo me qëndru veç di kundi tjetër. Ta tregoj edhe këtë se nuk është drejt për drejt. Amin që zona gjia drejt për drejt, Facebook e kia? Po. Okej, kështu. Njëherë një person, kanë qenë di vlezër. Njëri ma musliman I mirë, tjetëri nuk shumë. Ki musliman I mirë, shkon fushave, maleve, 20 vjetë. Falet, sa s'dijet. S'ka gjyna, ku do bësh gjyna në fusha? Edhe e merë mindilin e kallën, s'digjet mindili. Thot, o bo, evlijamo, digjet, ama nuk bot shkram. Thot, u bana, edhi, u falat, e mrajta majën, evlija u bana, qaq ma. Vjen të ki vlau tjetër poshë në qytet, në pazar, këtë e ka pat këpuctar. Dhe dhe, selam alim, alim, shef vlajnë vetë, ma shkusta vjetë. E për që fëmë bëkuj, do të ka dalet, thët se, e shem mindili si janë. Thët gjion, e këm ka dhe pje gjenalt nuk digjet. Thët, unë u bana, thët që sa vjetë gjifal në atë këtë, u emrajta kulmi. Thët shumë me thët. E mere e varën atë mindilin, ai muslimani mere e varën atë në murë do kundi, ai digjet ama nuk vot shkram. Ki këpuctar, vinë njërzit, merë formën, këpucë bon, në atë kohën atërshë. Edhe ki poshtë, pra këpuctari, e shikon të oj, s'pas kam gozhda. Gozhda s'pas kam. Qivije, se I thani gozhda. Edhe, shajka. S'kam, thët, shajka, thët, dëshkoj të marrë një menive, rejk taune, me ardë dikush, merja vetëm masën. Dhe një mishteri, merja masën e kamës, kur gjë që tërse. Ki rejnë, atë në vetën, e vlija mo, ajo digjet ataj, fjaka nuk ju këtë në regu. Edhe për bela dhe vjene një grua. E në thët, ki ustahi së këta unë, thët, po unë jam vlau ustahi, thët. Po, thët, po, për qëfar kja arë, thët, po, tu ta marrë një masë, një sin, thët. Haj që dhe marrë unë e masën. Edhe i gruja zgjatën kamën, e vetje, si grua. Edhe e merë masën, por duke marrë masën, ikën e kështu me rathë syri, a I mindila që e kapën flaka dyqanin, e bon për kërkundi. Ule ma shpejt dalën për dyqanin, se shku mu kallëm kitë. Eri shkojnë selamit I vlaut, vetë se du kallë dyqanin. Ala, u shkojnë të dyqanin vetë, atje, gjubo, për të lash 15 minuta e kallë kitë. Thët, kur gjanë si bona, thët, si kur gjanë, thët, unë që sa vjetë punoj, nuk u bo kuni se ta e kallë kitë. Thët, po u kallë I mindili, thët, po si u kallë mindili? Po erth një grua, thët, ta marrë masën, sa të ja marrë masën, thët, po që, thët, e ne u kallë. E muslimani merë në fushë kollaja, e këta u bonë musliman, thët. Edhe ka kallë dyqanë, ka vetëm pa dyqanë. Do të thot, është muslimani merë në gjama e kollaja. Punë është, islami është jashtë a gjamis. 2-3%, 5% është në gjami.
Sham njeri mirë, po bën normal se s'lëvizin, ç'do i falë, ku do lëvizja ai? E api para ti ta shohësh një ashi drejt ajo. E api një antar të familjes, pra një miq, një miqësi, ai respekton bashkëshorta, nuk e respekton. Kto e provoj një herë. Muslimani mi, s'ka parë, bëj pak parë ta shohësh atë të vjen në xhamia jo një herë. Pra këto janë gjërat, disa pika unë i potencova që janë tema gjëra të cilat njerëzit e humbin edhe rrugën e drejt të Islamit. Pjesa tjetër është vendosni rend prioritetesh. Do të thotë pikat shkurta, pra prioritet, çka don vlla gjatë 24 orëve. Valla keni termin për shembull te komuna, keni termin diçka në Gemajnë do kundi, e keni termin para atë ki. Spesë kërka, ecë do të shkruaj se është punë serioze. Prioritet ai është i parë. Edhe nëse është prioriteti namazi i 7 i 8, valla s'kan vakët se s'mran një poshtë ajo. Do thotë çfarë prioritetesh kije. Nëse dëshiron ta bësh diçka, vini të parën ditën tretën e gjen vaktin, se çfarë është dita, mund ta bësh. Ama nëse është namazi termini 10, si të gjen vaktin, nuk gjinet vakët. S'mundet, çfarë punon a gjithë, s'kish vakët, s'kish se në termini 10, bën ditën tretën çosh sa më të gjensh vakët. Edhe për gjysmë se gjen njeriu vakët. Vendosje e prioriteteve, kjo është me rëndësi të jetë. Shmangje konfliktit me planifikim. Do të thotë atë që do thamë është më mirë me ta parandalojmë situatën konflikte se sa t'i zgjidhim atë pasi ndodhin. Ka dikundi të ndodh një problem mëse hezbe vëlla t'i pajtojmë t'i bëjmë atë këtë. Pse përpara? Pse mençuri nuk ka përpara? Pse nuk ka konsultime përpara? Prandaj Allah do të konsultoni mes veti, më mironi vesh, mandej vendosni, të thot përpara. Mandej kur bëhet viran puna, se su bo mirë. Përpara është Islami, jo mas. Shifni vëllezër, duaja njeti një fillim bëhet, e bëjnë njet Haxhin, umren, agjërimin, namazin, njeti bëhet para, e kryen adhurimin, mandej bëhet duaja në fund. Kur e bën dua, nuk bëhet në fillim duaja, hajde amin, fund bëhet duaja. Njeti bëhet në fillim. Prandaj bën njetin për një gjë të hajrit, e më pas vazhdon me atë periudhën që duhet ta bësh, e në fund është edhe duaja. Edhe siç tham, institucionet e Zvicrës janë të hapura për dialoge. Vërtet këtë siç e thash edhe më parë, edhe kontributi qytetar si pjesë e fesë. Është interesant, ku e kam momenti, momenti edhe qef, po. Edhe ne këtë më përpara në fillim, pas koronës e bëm, në të xhamia jonë, edhe më pas ngeci, ama do të me bë përsëri. Kur është dita, der tak, der guten tat. Dita e të bërit mirë. Çdo vjet është një ditë kjo. E zgjidhin shtunën ose diellin, zakonisht e zgjidhin të shtunën. Edhe me marr le nga komuna, me u konsultu, thotë çka me bë. Dalin ato vetë e pastrojnë, bëjnë diçka, dalin një 5-6 veta njerëz, një orë, 2 orë edhe kthehen për me u socializu, sinkronizu me pat një lloj bashkëpunimi. Do të thotë, është prej pikave kryesore është që me pat një lloj kontakti edhe me ditët e tyre të fest, siç janë integrimit. Jo që është dita e hapur e xhamisë që është. Jo ajo. Kjo që janë shtetërore që janë. Kjo është më rëndësi. Pra, der tak, der guten tat është dita e të bërë mirë. Dhe dimi 26 është 30 maj. Dimi e 26 dita e të bërit mirë. Dhe jemi ka fundi mo të rumbullaksojmë. Vazhdojmë, edhe vazhdojmë për kohën. Pjesa që do të potencojmë është që koha për familje dhe vetveten, eliminimi i teprimeve, vëllezër të dashur, ne këtu e këm potencu disa herë këtë dhe e shoh se është bë më teoritë e ne. Ne mendojmë që kemi ardhur në dynja për një vetur, një shtëpi, edhe po patëm vakët edhe për një axhillëk, edhe u kry. E bëjmë se bëjmë është diçka tjetër, ama nuk kemi ardhur për këtë në dynja. S'kemi, qëllimi jo nuk është këtu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, thot Allahu në Kur'an. Nuk kam kriju njerëz dhe xhint vetëm që të më adhurojnë, të më njohin. Liya'budun nuk është vetëm adhurim, namaz. Liya'budun do thot ta njohësh i lart madhrishim që njohja ati ta përmirësoj zemrën. Ngëlart e më pas poshtë. Jo vetëm adhurim me kry, por me njohjen dhe Allahu xhelle shanu o xhelle xhelalu. Çka është teprimi i angazhimeve? Më duhet edhe një detaj i tjetër i vogël. Do 3 sahabi, njëri prej tyre Hazreti Aliu edhe di shokët tjerë, të moshës të rinis, ndëgjojnë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se çdo ditë ka folë Resulullah. Shkurt ka folë, ama si Resulullah ka folë.
edhe ndëgjojnë disa fjalë emocionon. 3, edhe sosat e ligjeratat i thime jo pjesa, e falë namazin, shpërndahen, këto 3 zatekën thëtë, ne kemi punën viran. Ja e vetë që ka thët njëri për Resulullahin, sa gjajet mira, në kur kundisimi. Ato e kanë falë 5 vaktin, ama ala ma shumë dun. Kur kundisimi, thët. Ne duhet bëmë musliman mirë, shkoj jeta, kështu me rath. Po që të bëjmë? Hajde shkojmë dhe pyesim Resulullahin. Shkojnë ma vonë, i binë derës, e qelën Hazreti Aisha. Thët, po, kushu duhet, Resulullahi na u desh. Nuk ka këtu, ka shku që të rekundi, ka shku me një vetë. Thët, po, ne duhet bëjmë musliman mirë, jimi ama ende më shumë. E drejta ju i thët, kur do vjene aj, konsultoheni. Këto vendosin, to 3 shokët vendosin një gjë. Njëni thët, une, s'martohem hiq. Qave martohesh, fëmi, këtë, qatë, telash, hiq. Deri në fund me namaz. Me feje, me këtë. I diti thët, mire ki, thët, une, gjithë natën dhe falem. Pima se cajnë sabah. Qka në kjo? Për nuk hitë në gjenet kollaj. I treti thët, mire kini, thët, unë kam të agjiroj për dit. Jo një dit, po një dit jo. Për dit. Shka be thët kjo, po si mendojni për botën qeter, nuk ka kollaj. Vendosin të tretë, kështu. Disa javë e praktikojnë këtë, dhe i shkon vesh Resulullahit, dëgjon për të 3 trit. Thët, mi thirni mua ato, vejnë për para Resulullahit. Çka puna me ju? Ja Resulullah, gjeneti nuk fitohet kollaj. Nuk fitohet kollaj. I kaltojnë Resulullahit dërë, se subhanallah. E ke pa duke që ti ka kalzon hoqës dërë, si kalzon, ka bon vaki, më thënë jo. Nuk fitohet kollaj gjeneti. Thët, pse? Thët, si kështu? Nuk fitohet. Thët, po çka keni vendos? Çka kjo punë? Thët, çka keni? Thët, keni marrë një vendim, thët, ndëgjova. Thët, une i pari, s'martohë miq. Thët, gjë, martohë fëmi, këtë, qatë, s'ki e vakë për asë gjë. Thët, unë jam i martuar si Resulullah, më i mirë se ti jam, unë jam i martuar, ti s'dush martohesh. Dhe jo kështu. Tjetëri, thët, une tërë natën du më të falem. Gjithë natën, thët, une si Resulullah, më i mirë se ti si Resulullah, në 2 pjesë të natës, 3 pjesë, 2 pjesë pushoj fin, pjesën e 8 falem, para imsakut. Seher i thuhet. E the fin unë, e Resulullah dhe fin, ti të s'dush hiç të finsh. Thët, ti qetëri, unë do të agjënoj për ditë. Se ndaj që nuk jetë në xhenet. Unë Resulullah dhe nuk agjënoj për ditë. Ta të kuptohet Ramazani, ama nuk agjënoj për ditë. Prap jam më i mirë se ti. Pra çka ka pas për qëllim, thët, shkoni thët se e keni gabim ju. Ktheuni rrugës së sunnetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra balancoje dynjan me ahiretin, jo me një herë nga feja. Dhe ka fundi, edhe vazhdojmë thëmë, deri në fund. Më duhet vetëm një gjë që vetë në Zvicër hulumtimet tregojnë se shumica e muslimanëve ndihen të integruar mirë, pra 98% ka një statistikë 2022 që është bë. Swiss Info është ajo web faqja. 98% e njerëzve e ndjejnë veten që janë të integruar. Thotë unë jam integruar, gjuhën e di pak edhe se nuk bëj probleme kështu me radhë. Edhe kurse një pjesë tjetër thuhet që 87% thotë ne kemi kontakt me njerëz që nuk janë muslimanë ose janë feve tjera. Dhe çdo ditë ne kemi kontakt dhe nuk kemi problem. Interesant, musliman nuk ka problem, por ai i cili është vijës së ekstreme, ai shef vërtet si njerëz të këtë qafire janë, këtë këto, nuk mund të thuhet një gjë e tillë. Unë vetë tham një gjë, kështu. Okej, pabesimtarësh. Nëse e deklaron me gojë pabesimin, okej, në rregull. E deklaron. E mohon Allahun, në rregull. Gabim është, ama e mohon. Pas një periudhe merr vesh se ka ndruar jetë. Ku e dish ka bëu pendim tek Allahu se ka e shahadet? Ku e din ti atë? Valla unë e di se e di më mas ku ta dish se ka e shahadet? Kjo ngjarje që ta tregoj tash, kjo mua përhem frikën. Kështu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bashkë me shokët ishim në një luftë. Ishim në një luftë, edhe një sahabi, jemi ka fundi, një sahabi duke luftuar me jo muslimani, e në pap ja hek shpatën atij. Jetaj çilov, pa shpatë, pa kunise. E në jetë pa kunise, kime shpatën dorë ki muslimani, a jo musliman pa shpatë, pa kunise, e në i thët, eshhedu en la ilaha illallah wa eshhedu en Muhammed abdu wa rasuluh. Këtë, tash që të shahadetin, pa shpatë. Opa, shkoj koka. Edhe përfundoi lufta, kështu me radhë. Lufta, përfundoi lufta. Pas luftës bëjnë mohabet, i tregojnë ngjarjet, i kërkojnë raste gjindoje kështu. Ja restorantat e mund bëni vakini setet, ha? Kështu ishte. Luftum, u jazdrova shpatën atij, e mandej hoç shahadetin. E ka hek pe firajgës e ka hek.
E në ja oqa kokën. Ku e dish ti se pi fregës? Me ja hapa zemrën ta shoh se pi fregës. Ku e dish është binte Allahu xhaleshanu? Thot, këtë gjikonja se ka vra njërë ki. Musliman ka vra. Dhe është gjiku me vrasje me paramendim. Edhe i ka shku koka. Ku e din ti atë? Po atë, ku e din ti atë? Më jenë zemrët e ai. Prandaj është diçka. Kujdes pak, ma ka dalës. Nuk imi në gjykatës, ki qafir, ki pa besimtarje, më ta ka dhënë Allahu ty atë gjykimin tënd. Ka da. Ka da se nuk e dish Allahu ka e gjykon me mirë, ka e gjykon për keq. Dhe se ka ndarë fiku klasik botën dhe kuhin Zvicra sot. A ka mundësi të më ndëgjoni disa minuta, është shumë më rëndësi kjo, si ndahen shtetet si mas mësimeve islame. Si ndahen. Pra Darul Islam, dëgjome vëmendje si janë 4-5 pika, edhe do kujtohesh edhe herët tjera kur dhe folish ta zbukurojsh bisedën pak më mirë. E para është Darul Islam. Kjo do të thotë territori ku muslimanët kanë siguri dhe ku rendi ligjor dominues është Islam. Darul Islam do të thotë shteti Islam. Kjo në rregull. Ka Saudia, ka disa shtete Kuwaiti, ka disa shtete në botë që janë shtet islamia. Funden krye me Kur'an, me sen. Kjo është e qartë. Këtu muslimanët është vërtet e qartë. Edhe lehtë është. Qetra është Dar el Harb, territor luftës, do të thotë ije në luftë ije. Dar el Harb, ije në luftë, nuk le. Kanë raste për shembull që është rasti i Palestinës, është rasti në Kinë që janë ato problemet, ka kanë edhe Çeçenie dhe ka raste ku është luftë, njeriu nuk është qetë. Çdo moment mund të hash plumë, edhe ne kemi hek ato. Ka zgjatën te ne, fatmirësisht lufta që zgjati shkurt, në Bosnën zgjati 4 vjet. Ai ka jetuar, edhe ai ka punu, ka shkuar në xhamia, më ka hangër plumin, do thotë ka qenë në luftë, ka qenë. Dar el Harb i thuhet, vendi ka qenë në luftë. Treta është pra territori luftës në literaturën klasike lidhet me vendet me të cilën nuk kishte marrëveshje paqe, sigurie dhe kur marrëdhënia shihe si konfliktuale. Do thotë ka luftë njeriu, s'njeh as pas as kur gjë. Treta është Dar el Ahd ose Dar el Sulh, paqë. Juristët përdoren edhe këtë kategori ndërmjetësuese si Dar el Ahd ose Dar el Sulh. Kjo do thotë Dar el Islam, Darul Harb dhe Dar el Sulh. Kjo do të thotë një shtet ku jeton paqë. Sulh do thotë paqë. Këtu ku jemi ne, është territori paqës. Vjen, aplikon, ta jep vizën, ta rregullon. Dhe ke të garantuar të drejtën e lirisë fetare, ke të drejtën e gjuhës, e ke të drejtën, pra mund ta folish gjuhën në shtëpi, jo në dukundi, pra e ke të drejtë, se dikundi dhe se ke të drejtë edhe atë. E kështu me radhë. Do të thotë 3 shtete janë bazë, 3 lloj shtetesh janë bazë. Tjetra është Dar el Amn, emane ose amën, një term tjetër që përdoret shpesh në diskutimet bashkëkohore dhe Dar el Aman do thotë territori i sigurisë. Ideja është e thjeshtë, muslimani jeton me siguri për fen, jetën dhe pasurinë dhe ka një garanci juridike. Qytetari, leqëndrimi, kontrata, ligji. Edhe kjo, edhe këtu bën pjesë shteti i Zvicrës apo ne ku jetojmë. Pra, kjo të sheh edhe ai sigur, të del zot. Ka një polici thirrën, të del zot, në gjyqje, sende kështu me radhë. Pra nuk të shkel në asnjë mënyrë diskriminuese. Dukundi ku s'ka është diçka tjetër. Vetëm krahasoj me vendlinjen, krahasoj me vende tjera. Superlativ më mirë nuk ka. Nuk ka superlativ më mirë. Kush e ti ke se më të mira? Superlativ është diçka tjetër. Që është e shteti islam, po ja që nuk është. Dhe terma bashkëkohor Dar el Shahade, këtë mund ta gjeni për libra të bashkëkohore, ose Dar el Dawe. Në diskursin modern për minoritetet muslimane dalin edhe 2 terma tjerë. Kjo do të thotë dëshmi ku muslimani dëshmon etiketën e islamit me sjellje. Dhe Dar el Dawa, vend ku thirrja bëhet me urtësi dhe shembull. E këtu te 5 jemi ne ende më tepër. Çka do thotë kjo? Në këtë shtet ti mund të bësh davet. Çfarë do davet? Jo mbanof me bë davet, jo në atë mënyrë. Me sjelljen tënde të mirë. Me sjelljen tënde të bukur të mirë në punë, ku ke kontakte, me mbat një sjellje të mirë, besoni se të shtyhet edhe nevoja për pranimin e fesë islame. Kjo është një mrekulli që na ka mësuar edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto termat pasi që i mësuam, pjesa tjetër ngelet edhe pjesa e fundit, mesazhet e fundit edhe më vetë se mbyllja është. Vazhdojmë me këtë, po. Zbën deri në fund. Më duhet vetëm një gjë. Në Zvicër, pasi që kemi liri fetare,
liri fetare, besoni se kur I shtjellojmë këto ligjet, mund t'i shohim edhe më mirë, dhe këto lirin fetare e gjejmë në neni numër 15, Glaubens und Gewissensfreiheit, më thënë ajo pjesa shpirtërore, liria e pjesës shpirtërore dhe e fetarisë me përkthim më mirë, sipas nenit 15, ke të drejtë. Prandaj të lejohet të me hap xhamie, me hap sende, kjo e drejta të jepet në Zvicër. Ka probleme të vogla të shkurta që janë, po duhet të kuptohet se nuk është një shtet si vendlindje ose një shtet islam. Me rëndësi është që të lejohen shumë gjëra me I bë në kuadër të fesë islame. Edhe ma përpara ktheve, një gjë vetëm. Kështu, më lejoni të them vetëm një detaj fetar. Këto ishin pjesët që I dini më mirë. Një detaj fetar edhe më ndar ngadalë e mbyllim. Ibrahimi a.s. kur e la Haxherën bashkëshortën e vet, a e di ku e la me një shkretir. Shkretir, vusti I thajnë, po. Shkretir, vuste, ja. E la një shkretir, jo dëni qabe, dëni se të kese, kur nise, vetëm dielli edhe grilli posh. Pra prej Palestinit dikundit e 2500-700 km ka bën, deri atje. Ecën, Allah I thot ec, Zoti I thot deri këtu. E le familjen e vet, dhe thot selam aleikum, unë u ktheva. Duke u kthi, Haxherja I thot, a është qifi, jo që mlan në lajë këtu, a është urdhri Allahut. Të është urdhri Allahut. Hasbuna wa ni'mel wakil, ni'mel maula wa ni'men nasir. Mjafton Allahu për ne. Shko, atë ka thënë ai, u kry, do çfarë imani. Shkon, dhe Ibrahim a.s. deri me një vend ku hupën pak pra ti themi, largohet nga familja vet, disa kilometra ti themi, dhe e hap duar dhe bën dua. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada aminan wajnubni wa bani an a'budu al-asnam. Për kujto kur Ibrahim I tha, o Zoti im, dëgjoj me vëmendje, o Zoti im, bëne këtë qytet të sigurt. Si? Të sigurt, trajnë rahat njerëzit këtu. Bëne këtë qytet të sigurt. Ti jesh I rahatshëm. Se me e shiku, një detaj të thëmë, me e shiku, disa hoxhallar thënë, sigurimet, të gjitha sigurimet, të jenë haram. Së është pun bigjozi. Ati hoxhës I thash, ke shku dhe një me rap vetë në vendlindje? Nuk, s'këm shku hala. Inshallah shkon me një rap, prajshet për të shohësh një çka është sigurimi njerë. Të bëje vakide një për rrudhes, për të shohësh një çfarë vlere ka sigurimi I veturës e kështu me radhë. Të gjitha sigurimet janë haram. Si me e thuesh këtë? Ashtu e kam lexuar. Kush e ka thënë? Për lene be ne në Zvicër jetojmë.